kur duhet më shkatu sehri, zakonisht kërkohet me gjetë kush me prish. E mshefin token, dhjet. Pse për mshef? Nëse një të fort, qëtë në përpara. Bire që të thuj, të kumë bësirë që e ku kjeron, jam presha. Bire, së bënë shtaftë, e nuk bënë sot. Dhe edhe vetë njëra e bërjes të rëgën, do në dëpsin. Të thuj, ty ta kumë bëhë, që e ku e ki, presha. Bire, e tani a qesëm surën, fare ka i masëm sene të apëtëm. Së qenë rënë kështë, dhëtë me mshef, dikum, me gjunë ditë, jenë dhejën, varre, mos me po, sa për mshef, apo? Që nësë për mshefëm, në për flasëm. Ma që të kam su Allah të bare këtarë. E të vëzë, kjo bukuria e të uhidit, kjo është bukuria njësë Allah Gjellewala, kjo është forca e lidhës me surën Ikhlas, fele ke nësë. E besim të, s'ka që ka më tutë, s'ka që ka me u panik, ndodhë sprovësht, kalan, si qdo sprovë tjetër. Apo tanë, mirë po me e stërmadhu, bojnë e zbojnë, se në zbojnë, punë djallës, shejtansh, apo tanë. Që të qka ka ma shumë? Këcejnë, bojnë, sa punë e june që bojnë ata? Problemi t'yne, e jone është, surja Falek dhe Nas, që tu e si punë dhe tu e graja për. A me lezu shumë qka bojnë, qka s'pojnë, ka hine, ku s'dalin, s'ki nevoj. Nuk kine nga që ke punë e t'yne është, e ka mësu Allahu Gjellewala me levizë. A dhe besimtari, mirët për atësa ka nevoj për këtë qështje.